Sha, opa, jana digi digi dopa. E kur shkërcen na filloni. E kur shkërcen na filloni. A keni ndaj dasma, kush do na martohet? Ne joje. Ne jo. Ne Flasë, nuk i dihet. Kismet. Po thjesht nëse na Kismet me duhet një Shqipërisë dasëm. apo të Kosovës? Se kur thon kismet në Kosovë është po. Po se kismet, mami do të kismet ekskursion, kurse shifja ekskursionin. Në Kosovës, pra. Okej. Oh, zoti mat, po ç'ysh jeni? Mirë se erdhët. Mirë. Si jeni ju? Çan Mirë. diçka nga shtëpia. Oh, dëgjom. Duke biseduar me gocat në Instagramin e pa manualit për temën që ne do të diskutojmë sot, bisedat po i bëja unë, se gocat ishin duke u marrë me gjëra të tjera dhe pata mundësinë për herë të nuk e di se sajt këtë herë që të vërtetoja se çfarë audiencë fantastike ka ndërtuar pa manualin në këto dy sezone. Cilësore. Crème brûlée. Dhe dua realisht t'ju falenderoj dhe kjo besoj vlen për të treja ne, se Yes, jeni of course. fantastike, ju duam shumë. Jeni aq shumë dhe janë audiencë goca të rritura mojej, nuk janë audiencë goca shumë do si do. Ajka. Njëra ishte në Amerikë, tjetra në Gjermani, tjetra mjeke, inxhiniere, nuk e di. Të lutem shumë. Nuk e di, domethënë faleminderit shumë, ju duam shumë realisht. Po përveç gocave kemi dhe çuna shumë të kulturuar, që janë Ua, ndjekë. Na ka shkruar. Inxhinier, bad boy, tha Inxhinier 3 herë. Dhe e përshkroi shumë mirë veten e vet i shkreti sa tha jam 1.89 i gjatë, inxhinier bad boy, nuk kam Samsung Dhe e pi kafen shqeto gjysmë. Kam një pyetje. Pse tham e përshkruajti veten shumë mirë i shkreti? Unë po të isha një mashkull 1.89 me shkret nuk do isha. Ku me ditë ku do isha. Në sensin që Një sta që ti në rregull kur ulesh këtu çdo mashkull i shkretësh, jam shumë dakord. Faleminderit. kjo qëndron sepse meshkujt e Instagramit pa manualit janë shumë më të mirë se meshkujt që janë tek Instagrami im, sepse do t'ju tregoj dy nga requestat që më kanë ardhur kohëve të fundit. Njëri shkruan, ishte, domethënë, ora 11:40 e darkës. Dhe thot, se dikush je, po më intrigon të njoh. Absolutisht. Dhe pas 30 sekonda shkruan, në 12 s'ka tonë oferta për të njohur. Wow, dikush je, po dua të të njoh. Më intrigon të njoh. Më intrigon realisht. Dhe thot në 12 s'ka donë oferta për të njohur. Shiko, ai si këto deadline-et mentale që i vëmë me meshkujve. A ka fotoprofili? Jo, nuk ka, është fake, 0 followers, 0 post, kush e di. Shiko, ai e ka hap këtë Instagram vetëm për ty ai të do me vërtet. Oh, Unë mendoj flasësh. Faleminderit, shoqja de Lulu. Ai e ka hap vetëm për ty atë Instagram, ai të dashuron, është shumë i intriguar. Po patjetër. kisha një tjetër më interesant, lexova të tjetrin. Këto janë të DM-i Xhesit personali, jo tek pa manual. Personali. Mirëmbrëma, jam Klajdi. Klajdi. Kisha qef të kisha një kontakt me ty. Sa kam marrë nga Anglia dhe të kam marrë një dhuratë. Okej, si u shpreh ti Kaq besoj bujar, të të requesten akoma, të requesten. Klajdi. Wow! Klajdi emri tipik. Zra, më fal tash se për të mos bërë këtë. Pyetja herë çfarë dhuratë? Veten. Për shembull, jo për vete, për një shoqe thuaj. Po jo, Dhurata është ai me një fjongo. Jo. ai goditur me një fjongë në këtë Nëse. pikë, e kupton? Kjo mënyra se si këta kanë ardhur në DM-in tënd bën shumë sens për ankesat e gocave në 2026 se pse janë akoma single. Po. Në 2026 ka kaq shumë njerëz single. Pse jeni single? Pse jemi Pse single? jeni Megli? single? Jo, tani unë këtë panel dua ta drejtoj unë sepse jam në mes të dy Patjetër, vajzave që janë patjetër. super yje, super të formuara, Jam shumë dakord. 2 metra këtej Shumë dakord. dhe Dhe një 1.70 këtej. 2 metra dhe gjys këtej. Tani, vajza, se ndërkohë që po e flisim në Instagram këtë, kishte shumë goca që donin të dinin dhe opinionin tuaj. Pse jeni akoma single sot, në 2026? Po Megli? Unë mendoj që po Megli. Kjo ikon gjithmonë kjo sa herë bën ai pyetje vështirë. Po Megli? Unë mendoj që është edhe zgjedhja joti. Unë për momentin zgjedh të jem single. Ju e dini shumë mirë që unë kam dalë me meshkuj interesant, nuk ka pas diçka gabim tek ato, ka qenë dhe unë gabimi. Tani të bëm me akul pa Megli. Nuk kanë qenë ata gabimi, kanë Nuk e qenë ti Ata faja shkretët, mund. shkretët. Ky është Ata do problemi. me thënë,
kanë dash me u njoft, unë thjesht, domethënë, ja kam bërë shumë qartë që unë nuk dua një lidhje, nuk jam gati për një lidhje, nuk dua të kem një lidhje, më pëlqen periudha ime single sepse kam pas një lidhje të gjatë, po nuk e di pse gjithmonë mendonin që ishim në një rom-com që në fund djali e merr vajzën dhe unë vendos që dua të jem e lidhur. Nuk dua vëlla të jem e lidhur. A mund ta themi arsyeën e vërtet sepse ti je single? Kush është arsyeja vërtet që unë jam single? Blerta? Thjesht për faktin që ti nuk je emocionalisht e disponueshme Po ja them, unë mos të dal me pankartë të nga këto, ti nuk ke akoma jam. gjëra për të rregulluar me veten tënde, jo se ti po zgjedh thjesht single. Domethënë nuk është Jo, vetëm unë ata zgjedh problemi. të jem single se nuk ka dalë asnjë njerëz që unë ta shoh dhe të më japi ato emocionin që të rri zgjuar të flas deri në mëngjes. Unë orën 9 rras gjumës më intereson në mëngjes kur e shoh telefonin. Dhe bukur është ja vendos fajin atyre që ata kanë interes që Jo, unë ja vendos që fajin e atyre që pyesin, ngjiten. interesohen. Ka një dallim shumë të Më madh. fal, po si duhet Një të jetë këshill faza? për meshkujt, mos ju ngjisni femrave. Jo. Nuk mund të çoni 10 mesazhe rresht kur nuk ka kthy përgjigje. Let marr frym, ku ti kthej përpara. Mirëmëngjes, çfarë po bën? Ke ngën ça plani ke, çfarë do bësh pas punës? Po sikur ti ktheje ti mesazh pas mesazhi, nuk do bëhesh 10 mesazhe. Ai sikur ka timer në olimpiadë, në kështu. Olimpiad mirë the. Kush çon më shumë mesazhe brenda një ore, fiton blok. Dhe fitoja unë atë. Po s'jam në atë garë. Po ti shkruan ku je, po nuk çon pikë pyetje. Të merr në telefon. Më mirë të merr Po. telefon se sa të Ajo çoj çon voice mesazhe. nga një telefon i lidhur me bluetooth-in e makinës se ti nuk e kupton fare. Po çfarë Jesi thot. çon voice me Nokia 300, do të çon voice dhe dëgohet Jesi, do të Nice. dëgohet sikur ka vënë ai astik te mikrofoni dhe edhe se ato te në aeroplan, no, edhe shkon aty dhe mora do nga puna dhe nga një sponsor. Jesi. Faleminderit që e bëre kaq të prekshme dhe të mirëdëgjueshme. Nëse Me zi kam prit. Pse jam single unë? S'mendoj që mund të takoj ose të njoh në një kohë të afërt tani dikë që avle me vërtet të harxoj durimin edhe nervat e mia. Më pëlqen që nuk e përmend kohën, durimin dhe nervat janë më të rëndësishme se koha. Po, patjetër dhe ajo. Po pse Po, nuk durimin dhe mendon që nervat, ke durim po. dhe nerva për të Jo takuar se një s'kam, orë thjesht unë kur një me dikë jam all in dhe duhet gjithë dikë që është all in njësoj ku njet me mua dhe se jam gjytur akoma. Nuk mendoj që kam momentalisht të tillë. Më pëlqeu shumë ajo posti që ndava në Instagram tek Pamanuali që thonin se gocat më përpara, gocat për herë të parë po lidhen me çunat për karakterin e tyre dhe prandaj janë aq shumë single. Domethënë prandaj Dhe ka ka shumë goca çuna single. që akoma mendojnë që duan lek gocat. Jo, gocat për herë të parë në histori, në këto vitet e fundit nuk po lidhen më për anën financiare. Po, për të mos e bërë shumë serioze, po dua ta bëj edhe këtë pyetjen. A mendoni juve që sot po promovohet më shumë të qenurit individ single se sa në një familje? Mendoj që po. Jo vetëm në rrjetet sociale, po nga çfarë do Jo, madje unë që shoni të promovuar, mua më duket sikur po promovohet më shumë të qenurit single, independent, i pavarur sa të krijosh një familje sot. Kjo vjen nga shumë arsye që ne do i përmendim më vonë, po ideja qëndron që për shembull unë Instagramin tim e kam të mbushur me influencer që janë familjare, kupton? Po? Se të ndjek unë, ama ka shumë goca që ditët e sotme duan të jenë shumë të pavarura, që është shumë gjë e mirë dhe shumë okay, po e bëjnë qendër të ekzistencës të tyre dhe nuk e shohin mundësinë dhe ja pengojnë vetes ca shanse që mund të kenë me një djalë që është shumë i mirë dhe thjesht thonë që Po. unë do të jem e pavarur edhe vetëm edhe Po pasi të lexojmë këto arsyet, sepse ne i pyetëm vajzat në Instagram, arsyen më absurde se më absurde, ta bëjmë pak fanin në fillim. Po, ta bëjmë pak fanin në fillim se kjo është një temë shumë e bukur për të diskutuar. Vajza e parë thot, Megli, më dukej sikur do të tradhtoja ishin. Ndërkohë, prandaj u ndam, se ai më tradhtoi. Prandaj jam single. Më thënë hajde kuptoj femrat sot. Pse jam single. Imagjino sa shumë e ka dashur ajo ishin, sa dhe kur janë ndar, sepse ai e ka tradhtuar, me veten e saj mendon që po të shojë dikë tjetër, do të tradhtoj ishin. Unë mendoj që edhe pse ishe ka tradhtuar, nuk ka qenë kjo që e ka lënë ai. Me shumë mundësi ajo do donë diçka akoma me ishin. Jam shumë dakord. Toxic 101. Jam single sepse sinqerisht nuk mund të fle me dikë ngjitur. Ka drejt. Ka drejt. Ka Sa mos tani në ver. Ka drejt. Sa mos tani në Ka ver. drejt. Tu rrim drejt, flasim shtremën, si ajo. Rrim Fiks ajo. po, fix. E vërtet është kur ngjitesh, ka ca momente. Tani varet edhe kur e njëri që lëviz shumë në gjumë për shembull dhe
Dhe këtë meshkut peshojnë, sikur është gjumë Jo, i fortë i jetës. Domethënë aty varet çdo gjë, jeta vdekje. Është ai momenti që ti ja heq crown atij dhe ai thot qa ke, domethënë e merr personale, qa ke, pse më hoq? Ore, o njëri thjesht kanë vap, mi hiq durët, nuk do të Janë si femrat, janë ngel hadri, i kollate të cepi jote krevati. Pra, dhe ashtu që gjatë dimrit ti do që ai të ta vendosi crown, kur duke fjetur. Nuk fare. Ama në verë edhe të marri frymë. Fle për Edhe brys. roba ime më ataron në verë kur Mua fle. pëlqen se unë kam këmbët shumë të ftohta dimër verë dhe në dimër dua thjesht ngro këmbët. Same. I want a boyfriend që të ngro këmbët. Jam single sepse nuk dal të socializohem me të tjerë, por ri në shtëpi dhe pres të dal në frigorifer. Definitivisht. Absolutisht. Mos kështu Shumë vërtet. para se të nxej gjumi, hap frigoriferin. E radhës, jam single sepse nuk kam nerva. Kjo ka qenë përgjigja Të më e shpesh. Sigur e ka shkruar Megli këtë. Jo, çdo gocë nuk ka nerva. Okej. Jam single se jam lesbike. Ne të kemi hall se nuk ke një mashkull të saktë. Ti megjithëse duhet të jetë lesbike dhe personi tjetër. Por të paktën i me fat që pëlqen femrat dhe ke ikur nga anët e errëta të meshkujve. Unë mendoj që në këtë epokë më hajër po shohin gay dhe lesbike se sa njerëzit straight. Gay Absolutisht. të vujt si ne janë se po mashkull është specia lesbike. Si pyet një mashkull gay tha ai ti mendon që është zgjedhja ti është gay tha, mendon që është qeft merresh me meshkuj? Thash jo nuk është. E di motra ka fëmijë vet. Jam single se kam shumë lek. Hall kesh, hall mos kesh. Arsye se si do doja unë se Mos ti ka hap dikush pa dashje letrën e manifestimit dhe ka shkruajtë pa matuari ka që të manifestu. Jam single se kam shumë lek. Jam single, shoh shumë filma romantik dhe kam pretendime për partnersin e filma jo njërin si derë. Kemi të gjithë, po vjen një pikë që i hap pretendimet. Pse ke shkruar me ask anonim? Nisha shumë pa punë atë natë. Pse ke shkruar me ask anonim? Isha shumë pa punë dhe thash po shfryt talentin tim aty Unë kam gjuar zgjidhje. Nuk kam më film romantik. Nuk i shoh më fare. Unë vdes për film Absolutisht, romantik. yes. Vdes më dëmtohet gjithë jeta dhe të duket çdo gjë jo reale, mbaroj. Kishte edhe shumë arsye të tjera me fjalinë dhe Absurde. tagline-in e pa manualit. Të treja një herësh Meshkujt janë dera! Disa të tjera kishin Nuk e prisja këtë. Unexpected. Disa të tjera kishin thënë që meshkujt janë kurvar. Ishte e reja kjo, tagline i ri, po nuk e përdorim dot aq shumë sa që përdorim dera. Më mirë që kanë thënë meshkujt janë urvar se sa të jetë fjalët gërmat e para pa pravashtesën në fund. Pa. Okej. Mirë. Pyetëm gocat ne se cilat ishin arsyet më idiote që çunat ju kishin dhënë për t'ju thënë që nuk duan ta vazhdojnë më këtë njohje për ta kaluar në lidhje. Po, do me thënë një pëtëm gocat që ore, ju njiheni me çuna, vazhdimisht. Po qa bëjnë ata? Gabim që ju jeni single, e kupton akoma? Dhe na thanë, Ua, jo, për zotin, unë e kisha dëgjuar, sepse unë bisedën me gocat e nisa me këtë pyetjen. Qa ndodh në Tiranë, në Kosovë, ku do që ju na shikoni, çfarë shkon gabim me ju që jeni single? Pra qa bëjnë çunat kaq keq që ju nuk e çoni dot njohjen akoma dhe më tej. E para arsye ishte mënyra se si ata ftojnë në takim. Pra, të mos dish të ftosh një vajzë në takim ishte hapi i parë sepse ti ngelesh single. Ta citoj se si tha një vajzë, nuk din të ftojnë një vajzë në date. Si mund ta ftosh dikën në date duke i thënë, po deshe hajde kalo te X lokal kur ti e mun e pim ndonjë gjë, ose a do na japësh ndonjë kafe? Kjo ishte mënyra se si ftojnë çunat sot për takim. Po. Pak A do të na kafe japësh dhe jo një macchiato. Mund thonë dhe do na japësh një salep. Se rëshkita nga A do emocioni. na japësh ndonjë salep? Ta kam bërë në jashure gëzuar. Na është në jashure sot ma fishja i me ti. Ua. Kjo tregon mos interesim, ë? Kjo të regon për tes. Kjo të regon dembeles, kjo të regon që Mendoj hajde që kjo tregon që çuna nuk janë bë për të luajtur në lojë kompjuter, edhe ka hap Instagramin dhe ka bë copy dhe ka kështu saved reply në DM dhe ja çon të gjithave, s'na dhall kafe, na hapësh kafe. Kush ti kthej? Si mund të ftosh një vajzë në takim të parë dhe ti thuash a do na japësh ndonjë kafe? Ose hajde kalo te ky X lokal. Po kalo këtu se mund t'jem unë, apo në kohën time të lirë, mund t'jem te ky lokali, po desha hajde. Unë do i thoja ta japun kafen, ama vetëm turke dhe do shohim filxhan. Ta bëjmë këtë ditë më interesante nga çnisi. Patjetër.
të mendosh që po flasim për gota të rritura, nuk po flasim për 20 vjeçaret, po flasim për çuna në moshë 28 plus. Femra 20 vjeçare janë më romantik. Për zotin, këtë do thoja. Se ti je më e madhe, investohen, e marrin shumë personale, ai 30 vjeç. Vlla im, 19 vjeç me dashurin e vet, dalin çdo fundjavë, bëjnë ai date, i bëjnë dhurata njëri tjetrit. Vllai kam po bëjnë hajër, shkurt, e kupton? Bravo vllai. Pak një dasëm me kap keni në shtëpi. Pak tani. Një kemi. Se kur po. Se ne s'kemi asnjë për më. Një arsye tjetër që shumë goca e kanë dhe e kanë thënë është që çunat i kërkojnë seks që në takimin e dytë ose shumë shpejt. Ose thon për shembull e nisim një për çift, pastaj shohim ku shkon rrugës. Ase kohët kanë ndryshuar, se më përpara kërkoi seksi që takim parë. Tani e kanë tutë e dyti, e kanë bë zemrën gur, e kanë bë postpone pak. Është dyti. Është ajo shpreha klasike, po ta nisim njëherë këtë gjën për çef, pastaj shohim se ku shkon. Jetë takimi i dytë ndërkohë, dhe ai të thotë, do kalojmë te shtëpia jote, ai e vetëm, a do kalojmë te shtëpia ime? Më thënë si drejshë. E kupton qefi? Të paktën jeton vetëm. Merr edhe këtë anë. Jo, po të fyll në fillim, a ke njëri në shtëpi ti se ai më shumë si nuk jeton vetëm. Si ato Grindr, a ke vend? Si Mua më pëlqen shumë kjo, nuk kanë ambicie as perspektiv për të rritur si individ. Bëjnë muhabete bazike dhe madje shumica nuk dinë as të flasin sakt. Se mendoj që një për te shakave që bëjmë në një nga arsyet është që edhe femrat edhe meshkujt mendoj që i gjithë brezi jon ka arritur në këto muhabete shumë boshe dhe të cekta, pra nuk është që ti ulesh të bën, pra small talku është më kryesore, nuk është që ti ulesh të bën muhabete më të thella apo të marrësh, me vërtet ta njohësh dikë, të thotë, nuk e di unë të ulesh aty dhe ai thotë, mbaj mend një herë kur am qenë, po tregoj një histori, nuk kam as histori, nuk ka asgjë. Un kam përshtypjen që gocat janë shumë më të artikuluara, më të zgjuara dhe inteligjente se sa çunat. Nuk dua të jem përgjithësuese, por fakti që ka kaq shumë vajza që ankohen që meshkujt nuk din të flasin kur janë në takime, do të thotë që trendi është që çunat nuk din të flasin, nuk din të komunikojnë, nuk din të iniciojnë një bisedë, sepse edhe kur bëm atë chatet në Grindr, Migli po i thoshte që vërtet gocat e mbajnë gjithë bisedën, se çunat ishin direkt si e foto, e kupton? Dhe është vërtet gocat që iniciojnë dhe mbajnë peshën në çdo chati, çdo bisede, duke pyetur, duke folur, ndërkohë që nuk ka asnjë çun që të pyet pak më thellë se si je, ç'po bën dhe ku je. Një nga vajzat e tjera ka thënë, presin që bisedat të iniciohen nga gocat. Sot kanë ndryshuar rolet. Dikur hidhnim ne story që të merrnim reagime, sot të bëjnë çunat. Madje ndërrojnë dhe foto profili. Ose heqin foton e profilit dhe fikin internetin që duket sikur të kanë bërë blok. Që ti të shkruash pse më ke bërë blok. Sa idiote mund të jetë kjo gjëja për të bërë. Po, sa për të ardhur keq, domethënë. Sa kohë të lirë ke. Një vajzë tjetër thotë, në takim të parë janë shumë të fokusuar që të duken cool, të shesin mend për gjëra materiale që kanë dhe harrojnë të jenë real. Harrojnë që në takimin e parë për të qenë interesant si fillim, do të jesh kurioz për mua dhe të kemi kimi, jo të më tregosh sa makina ke e sa herë del në blok. Imagjinojeni nivelin e bazikut dhe bisedës që kanë dhe janë. Mua më pëlqen se na jeshtë flasin fare të nxjerrin çeltat e makinës tavolinë. Edhe të shohin ty dhe të shohin çeltat dhe të shohin ty. Gjashtë shifet ti. O zot, unë dola në një date para një 4 muajsh, ndoshta sa 5 muajsh, date i vetëm me ato personin. Edhe ishte një çun që sa kishte dalë nga jeta normale që kishte bërë dhe kishte shkuar drejt një jete që ishte pak më shumë lek. I kishte bërë vetë me punët e tija, nuk po them që ishin punë pastra apo jo, nuk kam iden, nuk i hyra aq thellë se një date, po ishte në atë periudhën që sa po transformoi në dikë që kishte goxha lek në duar, e kupton? Edhe kishte makinë mirë, veshje mirë, okay, dhe mundohej gjatë bisedës, ti thoshte aq shumë që kam shtëpinë këtu, kam makinën, kam gjërat atje. Dhe thashë një moment, ishte shumë çuni mirë në sjellje. Thashë një moment, të lutem, pse po përmend kaq shumë që ke këtë gjë të gjëra, tha po unë vetë i kam bërë, tha, kanë tjerë që po hapen mbytesh me nderjush për gjëra që nuk i kam, tha, dhe si kam bërë vetë, pse mos hapem unë që i kam. Thash, okay, kjo është po, nuk është ky thelbi. Nuk është ky thelbi dhe nuk është karakteri jot ky, e kupton? Nuk ke nevojë të mburresh për gjërat që ke kur ne jemi thjesht në takim. Më trego kush je. Më trego kush je, për çfarë do të jem në takim me ty dhe pse do dalim prapë bashkë për herë të dytë, e kupton? Më trego. Se the të hapena me radhë. Hapena me radhë. Ju çiko vlla të hapena me radhë. Se dhe unë jam kaq gjesa jam kam bëjona në jetë.
Kam një shpikamës. Dukace. Kam sy blu. Kam sy blu. Edhe Kam ka mijat. Nuk e kuptoj pse tremben nga pyetja ku po shkon. Mua mrak. Jo. Lexoje. Smra mua pa, miku. Lexoj se dua të dëgjoj argumentin tënd për këtë. Nuk e kuptoj pse tremben nga pyetja ku po shkon kjo gjëja. Nuk po të kërkoj premtimin për përjetësi ose të bëjmë fëmijë që nesër, se jetës kur nuk i dihet, por të paktën të qartësojmë statusin. Gjesi përsërit pas meje bashk, por të paktën të qartësojmë statusin. Po pra po Dhe shko. ka shkuar me ka kafe. një- Bashaka. Ka një gjë. Jo, ishte një Ka gocë me disa profilin e vet. njerëz, meshkuj dhe femra që ndoshta mund të varet në çfarë momenti bëhet kjo pyetje, sepse ti këtë pyetje mund ta bësh në javë të dytë. Jo, Shumë okej të bëhet dhe një Jo, unë mendoj që ka njerëz që ti mund të vesh në presion, ndoshta Po. ti mund të lidhesh me atë personin dhe mund të rish 10 vjet, po në atë moment mund të jetë duke ndodhur shumë gjëra dhe i vjen vetë me një pyetje, po unë du të pse do ta dish? Nuk mund të jesh presësh që ta duhet- njohësh jo. personin, ku do me dal me Kam një këtë? pyetje. Pse duhet të harxhosh ti kohë me dikë, muaj, kohë, nerva, durim, kënaqësi, dashuri, ku di unë, që ti mund ta kuptosh shumë takimet e para që çdo gjë që do ai nga ty është vetëm seksi. Pa. Dhe ti nuk do t'i japësh atij vetëm seksi. Moj, po them që ti po del dhe po njihesh dhe ti nuk po humb kohën, ti të pëlqen ky personi, po derisa të pëlqen. nga ky personi duhet të marrësh Po sinjalet. mua më ka vënë një rit timer, të po më njëjta. ndjek që ku ta harxoj un kohë, po më Jo. ndjekin kam një orë që duhet të vrapoj. Unë Jo, po po. kënaqem me këtë personin. Kam shumë qejf ta takoj, po kaloj shumë mirë. Nuk e di si shkojnë gjërat. Nëse unë i them duan ta dinë se ku po shkon kjo gjëja për shkak se nuk duan të harxojnë kohë me njëri që do vetëm bëj seks. po pra po duhet ketë duhet ketë një rregull të pashkruar që duhet ketë një kohë dhe një nëse ti pyet dikë në javën e parë, unë tani Jo, po nuk është- njoh nuk jam ty dhe ku okay. po shkon kjo gjëja. Çfarë lloj jave? Jo, një sekondë, jo, ka një gjë, unë nuk mendoj që kjo mund Edhe të 2 bëhet. javë shumë shpejt, çfarë bëri? Jo, shumë shpejt është, okay. Nuk kam te kjo. Duhet një kohë e caktuar që varet nga se si kanë krijuar marrëdhënien personat në atë marrëdhënie, por kjo pyetje duhet bërë. Dhe duhet bërë kur ti bëhet kur nuk e kupton se çfarë do personi tjetër përballë teje. Unë mendoj që në momentin që të bë kjo pyetje do të thënë që ai personi nuk ka ndërmend të lidhet me ty. Prandaj ti je kaq konfuze sa arrin ta pyesësh Po, a nuk ku po e ke shkon ti të kjo drejtë ta gjëja. marrësh Do vesh të nga ai? hartësosh si muhabet që ne t'ja japësh duar dhe thua mirë pafshim, sepse në momentin që ai do seksin, do datet, do të kalosh bukur, do ku Kohën diun, tënde, moj, do kohën tënde. do që ku diun të kërkon përgjigje, pyetje Thjesht që nuk ka do të ai. marrë Dhe statusin e thjesht të nuk do të dashurit. të lidhur, por ndonëse që ka të gjitha Kaq. benefitet që në një lidhje, atëherë dua një Çfarë po servis. kërkon? Po pa thash rregulli i pashkuar duhet ketë një lloj afati kur nuk mund ti dalësh me tjetrin në 2 javë në Po, jo, date nuk dhe është ku afati është kohor. shef që ta di unë që ne po dalim, a mendon që të dy mund të lidhemi në një pikë në kohë apo mendon që ne thjesht po dalim dhe ti do të argëtohesh? Ka diçka, ka njerëz që kanë e nisin që në fillim unë nuk dua lidhje dhe ta thon ose jo. Dhe këta janë më Dhe këta sinqertë dhe duhet- bravo po, ju shoh. Ajo po, që ta thot unë nuk dua lidhje dhe po deshe, po s'deshe mirë. Ka shumë çuna kështu, bravo ju që japim dorën. Ama ata që nuk E duan thon. lidhje dhe nuk e thon këtë gjën, e thjesht e lën gjën kështu shtruar avash avash Po ti e pezu. kupton, ti se kupton kur të Patjetër, ndodhe kupton se edhe ne patjetër, kemi por bë si se mohabet ti bashkë, je kalon koshente kohë me e këtë çune, din. Të pëlqen në një farë mënyrë ky çuni. Dhe do që ta qartësosh tamam me këtë tipin, ti thua, shiko, unë jam një person që dua lidhje. Ti do të kesh lidhje? Apo jo, unë s'po them as shkëmi monasa, as martohemi, as bëjmë kalamaj bashk, ama për aq kohë mi bashk, është një gjë tamam serioze konsoliduar. Unë besoj shumë fort se e kam i cekur në 2 episode këtë, po unë besoj shumë fort që sot ka një diferencë shumë të madhe në nivelin mendor midis gocave dhe çunave. Ka vajza shumë të përgatitura, shumë të mira dhe nga ana tjetër, siç ka dhe çuna shumë të formuar dhe të mirë, por janë më të pakët. Nga ana tjetër, unë mendoj që ndikon edhe fakti që kur ndahen në një moshë të madhe, ti tashmë e di se çka kërkon, ke krijuar standarde më të larta për veten tënde, ke krijuar një listë me gjëra 1, 2, 3, 4, 5 shumë se çfarë po kërkon ti nga një mashkull, dhe është shumë e vështirë kur ti je në një moshë madhore që dikush ti çekoj të gjitha këto bokse që ti ke ndërtuar dhe ti kërkon gjithmonë atë perfeksionin, më të mirën, dhe perfeksioni është shumë e vështirë për të gjetur. Gjithmonë, jo vetëm kur je rritur, por kur je pak më i vogël ti bën ca kompromise të cilat nuk i bën dot kur je më i rritur. Dhe prandaj mendoj unë që ka më shumë njerëz single sot në 2026. Shumë e drejtë kjo. Unë
ne kishim në DM edhe sa goca nga Kosova që ndanin të njëjtin mendim me ne, që është njësoj si Shqipëri, që ka dhe aty shumë njerëz single, por unë njoh shumë njerëz shoqëri, po edhe kushërinë që jetojnë jashtë, dhe thonë që nuk është njësoj si Shqipëri, që ke shumë më të lehtë të gjesh dikë që janë më transparent, ka më shumë komunikim, dhe është më lehtë të gjesh dikë që do të njëjtën gjë si ti. Dhe janë më të lumtur, pra nëse duan të janë më vokale ata, i flasin. Po, flasin më shumë. Dhe e shprehin që në fillim nëse duan lidhje apo jo, nëse duan seks apo jo, nëse duan friends with benefits apo jo, dhe janë më të lumtur në fund ditës sepse nuk gënjehen, nuk mashtrohen, nuk kanë trauma etj. Unë mendoj që në Shqipëri jemi në një epokë që askush nuk ka më nerva për askënd. Më duket për shembull sikur nuk ka më nerva dy njerëz që njihen ndodh një sherr dhe direkt e mbyllim muhabetin sepse askush nuk ka nerva, durimin që të paktën të pyesë tjetrin çfarë ke, pse u mërzite. Nuk janë shumë pra nuk kuptohen shumë mirë. Gjithë kanë të përkushtuar. Emëruesin e përbashkët që është bie te komunikimi. Pra, në Shqipëri vajzat dhe djem, sidomos e kanë shumë të vështirë të artikulohen dhe të komunikojnë ndjesitë e tyre ose dhe qëllimet. Pra, siç e the dhe ti, nëse ti do seks nga unë, kërkoje vllajshën në takim të parë dhe merr vesh nëse unë dua apo jo të njëjtën gjë. Dhe jemi të dy lumtur në fund të ditës, edhe them që shiko se unë nuk shoha me atë se nuk ishim në të njëjtën fazë. Unë pyeta një shok, i thash me që kishim temën, i thash nëre po ti për shkak pse je single, domethënë pse je ti single, ai nuk ka shumë kohë që është nda. I thash pse ti zgjedh pra kur flet me goca nuk e çon në mendje që të lidhesh, edhe i thashun edhe në përgjithësi, domethënë në Shqipëri, dhe ai tha problemi është që në Shqipëri ka nisur që të shikohet lidhja si barr. Po. Edhe për shembull, edhe në jetën e natës ka një shtim të personave që po e frekuentojnë, ndaç muzikë elektronike, ndaç live, ndaç shumë vërtet kjo. Komercial, ka shumë, ne e shohim edhe te eventet tona, ka 2 herë më shumë se sa ka pas më përpara. Që kjo ty të çon në faktin që njerëzit tani janë të hapërdam, nuk kanë fokus, dhe lidhja mendon që është barë, që ndërkohë nuk ka se të jetë barë, nuk ka se të lidhesh me dikë të mbylli në shtëpi. Mund të bësh dhe gjëra me partnerin tatë që është shumë normale. Kam një pyetje për ju. Është pak triki. Kujt e kam lënë pyetjen sot? Ja, ma dha sot pyetjen mua, shiko. Ne jemi shumë pro feminizmit. Po, a mendoni ju që ndoshta disa goca fshihen pas kësaj petkut feminizmit dhe standardeve që rrisin çdo ditë më shumë për të mos qenë në një lidhje? Tani varet, a përshtaten standardet asaj të larta edhe me veten e vet, pra nëse s'mundet të ne nuk mund të justifikojmë çdo gjë me feminizmin, mendoj unë, sepse kjo është. Po mua më azaron shumë feminizmin, thënë drejtën, që se si merret feminizmi si term edhe fusin për çdo gjë feminizmi. Kudo në çdo lloj aspekti ne themi jemi femra, feminizmi, femrat fortat, femrat pavarura, po kjo është një temë shumë e bukur dhe shumë e thellë tjetër që ka shumë për të folur, po unë personalisht nuk mendoj që ty të bën një femër më pak të pavarur, të paturit një lidhje me dikë, unë nuk po them të çosh të ulësh standardet e tua në tokë edhe ti të lidhesh me dikë që s'ka pikën e lidhjes me ty, por ama nuk të bën një femër më pak të pavarur fakti që ti mund të jesh në një lidhje me një djalë dhe të dy të ndërtoni gjëra bashkë. Unë mendoj që njerëzit që e kanë gjetur personin e zemrës në të gjitha, pra jo që kanë bërë kompromis thjesht për të lidhur, por kanë gjetur dikë që e duan me vërtet shumë, dhe ajo dashuria e filmave që ndoshta me vërtet vjen vetëm një herë në jetë. Kështu që mendoj që mundoni mos ta prisni një marrëdhënie për një gjë rastësore apo për diçka si pop-upsat që mund të vinë një joshje momentale, sepse sa më e vështirë që bëhet, ti je me fat se ke gjetur shokun ose shoqen e jetës që mund ta eksploroni jetën të dy bashk. Për sa i përket njerëzve që jeni single, fut dhe veten, fut dhe Xhesin dhe ju që jeni nga shtëpia, mos u trebni, sepse mendoj që edhe sikur mos të jetë një dashuri shumë e madhe me këto emocionet e forta, mendoj që ka një njeri për çdo njeri. Dhe njeriu mund të jetë diku aty dhe vjen kur nuk e pret, jo kur bën sikur s'po e kërkon si Xhensi. E gjithë kjo që ne diskutuam ka në thelb një problematik. Pra, çfarë probleme sjellin çunat në dating life në 2026-ën? Çunat, meshkujt. Por pasi ne I kishim mbledhur të gjitha këto historitë dhe argumentet nga gocat se çfarë nuk funksionon dhe me çunat, del Fabio, një djalë, 28 vjeç, inxhinieri që përmendëm, I cili më shkroi këtë letrën, të cilën unë dua ta lexoj, ta komentojmë pak shumë shkurt, sepse gjithmonë një diskutim ka patjetër dy anë, nuk është bardhëzi, po ka ngjyra, domethënë nuk janë vetëm meshkujt ata që ndoshta kanë probleme. Ka gjithmonë dy anë, por kjo ana është çik më e vogël. Kjo ana ka pak më pak numër. Fabio thot: "Unë dola një ditë me njërin.
Bëra rezervimin, u përgatita, mendova për të gjitha dhe erdhi dita dhe dolëm. E mora me makinë, s'është se kam ndonjë makinë të fundit, po atë që kam e bleva me forcat e mia. Dolëm, po hanim darkën, po e pyesja, po më pyeste që të njiheshim më mirë. Dhe në fund i dhash një trëndafil me çokoladata dhe thjesht e putha në faqe. Ky ishte takimi i parë. Deri tani Fabio ka bërë çdo gjë shumë mirë. Mendova vërtet gocë e mirë me shkollë, me punë, me profesion, ta bëj për vete, ti marr gjërat pak më shtruar dhe të lidhem me këtë vajzën, thash të bëhem çuni mirë kësaj radhe. Shumë mirë, vjen deti i dytë, këtë herë thjesht dolëm pim diçka. Muhabeti shkoi mirë, në fund nuk i dhash ndonjë gjë thot, por thjesht u puthëm. Pra jam puthur në takimin e dytë. Okej. Në WhatsApp flisnim, i ktheja përgjigje në sekond, nuk e kisha bërë asnjëherë këtë. Pra nuk i vonoja përgjigjet nga gjysore, jo më shumë. Vjen deti i tretë dhe në ditën e detit më thot që më ka ndodhur diçka dhe nuk dal dot sot. E pyes pse çfarë ka ndodhur, më thot nuk është personale me ty, por nuk dal dot. Okej, nuk e zgjata më dhe thashë ta linim një ditë tjetër. E pyeta çfarë ndodhi pastaj dhe i kishte shkruar më vonë që nuk bëhem, faleminderit shumë. Djali ja kishte shkruar, Fabio ja kishte shkruar që të urojmë gjithë të mirat dhe aty me lasin. Kur e pyeta Fabion se ç'a mendon ti që nuk ka shkuar, tha nuk e di, sepse një vajza i kishte thënë që nuk dua të dalim më. Po, nuk më ngjit, nuk jam okay për ta vazhduar dhe e pyeta Fabion se ç'a nuk ka shkuar, sepse ç'a mendon ti që nuk ka shkuar, tha realisht nuk e di, sepse nëse do kisha diçka të qartë, ajo nuk do më kishte puthur. Mendoj që Fabio shumë shumë mirë, po mendoj edhe që thjesht mund të jetë më e thjeshtë se e mbi mendojmë ne dhe thjesht si kanë gjitë me vërtet ka shkuar në shtëpi dhe ka thënë ose ndoshta pas puthjes që i ka pëlqyer shumë Fabio, janë puthur si ka pëlqyer puthja, ndoshta Fabio mund të puthi shumë mirë, por ndoshta s'ka ndier asgjë kur janë puth. Ai momenti i parë puthjes. Pra, puthja e parë është sikletshme me këtë doq. Po jo, po nuk ka lidhje, mund të jetë një puthje shumë e keqe, po ti ndjen një farë emocioni, pra me thënë e ke se ke mendjen të puthen ato momente, se e ke tek çdo gjë. Je shumë excited dhe kur shkon në shtëpi, edhe sikur të ketë një puthje keqe dhe si nuk po thot njëri që puthja e parë do jetë kështu, Klajdi mos e mballim, mos e ka puthja e parë. Klajdi mos e mballim. Mos e mballim. Kështu që ndoshta Fabio ndonjëherë do ta pranojmë që do t'i ka njerëz dhe që s'na kanë qejf. Gjithsesi çfarë mendon që nuk ka shkuar? Unë kisha këtë të puthjes, ma mori një megli që se ka pëlqyer puthja, por mund të pëlqej akoma ishi, mund të thyrë me ishin. O zoti i madh, ishi nuk ka mundësi. Nuk ndodh. I ka shkuar ishi ku je. Sezonin tjetër Xhesit do ketë një episod, një program i cili do jetë vetëm se si ti bëj goca toksike. 101. Xhesi versus ishi juaj. Nuk e keni idenë sa goca ka që lën çdo gjë. Edhe njojit e reja që janë, vetëm nëse ishi i shkruan tek fjalë. Gocat is Xhesi, Xhesi is goca. Jo. Jo. Ju e dini se se di ndoshta nga që unë ndoshta vetë nuk ka që fare ashtu, ndonjëherë më duket sikur këto gjërat janë aq të thjeshta, thjesht po pra këtë mendova dhe unë dhe ja thash, më duket Fabi, se thash ndoshta gjërat janë shumë thjeshta, më të thjeshta se çen ne që mendojmë. Po e ke vënë për shembull unë më tha një shoqe që kishte dalë në ditë dhe ajo tha, ai çuni, tha ishte shumë e mirë, u kënaqem shumë, pastaj detin e dytë ai kishte folur shumë vetëm për veten. Dhe ne nuk e kuptojmë nervet, ai pastaj kur kishin dalë prapë kjo ai kishte thënë, dhe ky më than falsa nuk e kam vënë re, edhe i kishin marr, ja kishte thënë kjo që po ti kishte thënë nuk na le me fol të takimit tjetër. Që ndonjëherë edhe ne vetë nuk e kuptojmë se si jemi sjell. Fabio mund të thotë që jam sjell shumë, por ndoshta ajo ka thënë shoqe, dua shumë ta di çfarë ka thënë ajo shoqeve. Dua shumë ta di çfarë ka thënë ajo. Nëse ti bëra ndjek. Shoqeve janë dy plane. Ai thotë çunave o zemra shkoi shumë mirë, u kënaqem, mezi pres ajo thotë ai mund të thotë për shembull, ai nuk pushonte fare ose mbezdiste ose hante me gojë hap, për shembull. Po, detajes. Përfundimi pra është nuk ka një formul fikse sa, si, kur etj, thjesht është kimia. Nëse është kimia mes dy njerëzve ndihet, duket, e vërejnë 10 kilometra larg dhe njerëz juve po thjesht po ju shohin dhe nëse nuk është kimia, I'm sorry. Eye contact, nëse nuk të jep ta hash me sy moj. Nuk edhe sikur që takimin e parë, kjo është takimin e parë. Nëse nuk e ndjen mos din takim dytë. Je në takim të parë, takim të parë jeni ul përballë dhe shifesh dhe qesh edhe ke atë. Po, prandaj them unë që sikur ekziston më kjo, kjo më bëj. Jo, mos japi mesazhin që kjo nuk ekziston. Kjo më ekziston. Ty ta bën klik. Po, duket që prandaj tani thjesht mund dalësh për çef në det për të njohur njerëz, po e kupton ti kur e ndjen atë gjë dhe me Fabi dhe se ka pas atë gjë për shkak. E si më duket sikur ka aq shumë opsione për të dyja palët, sa është ajo rjeta që
çdo kush lidhet me disa fije me të tjerë, edhe thonë që po nuk bëri ky shoqë ky, po nuk bëri kjo shoqë kjo tjetra këtu, kam këtë opsionin. Ajo do jetë, po kur ta bëj me vërtet që e pëlqen aq shumë, do ta kuptosh se nuk do dush ta humbësh si person. Mendoj që përshëndesim tani. Përshëndesim. Përshëndesim këtë episod. Shihemi në episodin e radhës. Mendoj një temë tjetër interesant. Na bëni subscribe. Oh, mos harroni subscribe aty poshtë, po mendoj Dini që ju, kush bën subscribe gjen dashurinë e jetës. Mirë, çojave 7 shokëve për fat të mirë. bravo Megli. Woo! Shihemi në episodin e radhës. Ju duam natën. Natën. Ándale.